Punimet në infrastrukturën rrugore të Gostivarit janë shtrirë në disa lokacione dhe po zhvillohen me intensitet të lartë. Së fundmi po punohet në bulevardin Vëllezër Zgjinovski nga qendra për kulturë deri tek udhkryqi që lidh këtë bulevard me rrugën e Dybrës. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani njoftoi se është arritur një dakordësim me të gjitha kompanitë që deri më 10 korrik të përfundojnë aktivitetet në terren, me qëllim që të shmanget kaosi në komunikacion gjatë periudhës kur pritet fluksi i madh i mërgjimtarëve. Punimet kanë vazhduar në disa lokacione me të gjithë kompanitë të cilat punojnë në këtë moment. Jemi dakorduar që diku deri ka 10 korrikut të përfundojnë me punimet dhe pas 10 korrikut më mos ketë punime në terren, sepse siç e dim fluksi i qytetarëve do të rritet dhe me këtë tu lehtësojmë edhe lëvizjen mërgjimtarëve tanë. Në disa pjesë ku ka patur mundësi për zgjerime të vogla, janë bërë edhe zgjerime të vogla, ndërsa në pjesët ku nuk ka kushte do të jetë bulevardi ashtu siç ka qenë deri tani. Në ndërkohë nga komuna e Gostivarit njoftoi se nga dita e nesërme do të nisë një projekt i ri infrastrukturor. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e rrugës Dimitar Vllavë në një segment me gjatësi prej rreth 120 metrash për shkak të makinerisë në terren. Komunikacioni në këtë pjesë do zhvillohet me regjim të reduktuar. Autoritetet do bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve dhe qytetarëve që tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalizimin e përkohshëm rrugor dhe sipas mundësive të shfrytëzojnë rrugë alternative.